Ish futbollisti kombëtarit shqiptar Arjan Peço ka analizuar barazimin ndaj Serbisë duke deklaruar se ekipi kishte bërë mirë fal leximit të durë të sfidës nga ana e Silvinjos. Ish futbollisti kuqezi ka kritikuar shpesh punën e trajnerit brazilian, por këtë herë kishte vetëm luftata për të. Ekzekutimi i penalltisë lë për të dëshiruar, nuk e di, ndoshta portieri bëri lëvizje false. Penalltinë kanë humbur shumë lojtarë, është e vështirë në një ndeshje me presion. Më pëlqeu vendosja e ekipit, sidomos e 3 sulmuesve të vendosur lart. Serbët krijuan hendek të madh, gjeni Manajin që nuk e kishte të vështirë me Milenkovic, e bëri punën e vet ai. Patëm shumë aksione, nuk u kuptua nga Serbia. Stojkovic nuk është trajner top në anën taktike, nuk e kuptoi. Vazhduam dhe patëm sukses dhe erdhëm me mbrojtjen. Hoxha çaloi në pjesën e parë, u duk që i mungon ritmi. Kjo ka qenë një ndër ndeshjet më të mira taktike, për mënyrën si kishte vendosur ekipin Silvinjo me 3 sulmues lart mbi të gjitha, kur opinioni pret më tepër ekuilibër. Mbroja nuk mbron, por si e interpretoi në të djathtën ishte në mënyrë perfekte. Silvinjo e ka lexuar mirë dhe ndaj ka vënë në vështirësi. Në pjesën e parë, Broja i vuri në krahun e majt shumë herë në vështirësi, shpjegoi Peço për TV Klan pas duelit.